Amo pak në shta për vetën që kom pauzu që ka shumë, unë ka hup idejat. Nuk është që ka pas diçka që ka ndru, që nuk po di me bo, se veç ja kena marrë dorën më kësoj punë edhe e dim amo pak në shta për vetën që kom pauzu që ka shumë, unë ka hup idejat, nuk po kam shumë idejat që ka me bo. Edhe e keqja normal që diri sa del, diri sa të shoj njerëzit që i rikëthy, apet mu të këthy ata ndjeksat, është pak Une, soare që folim për TikTok edhe për content, për mënyrën se qysh na ndoshta si komunitet e prodhojmë kontentin për këtë audiencën që na ndjek, unë gjithë thom që një content që e përcjellim me shumë qef edhe që e vlerësoj shumë ndoshta për punën që e bojnë është padyshim nanat të cilat prodhojnë kontent, që pavarësisht ndoshta krejt sfidave që munden me i pas në bazë aditore dhe ndoshta angazhimet, obligimet që i kanë bashkë me fëmijët e tyre, arrin me prodhu kontent dhe mandej publiku i dën, i përqafon shumë në aspektin që mësohen me kontentin e tyre edhe ju pëlqen shumë. Tregon pak sa sfidë është kjo. Në fakt, kur jenë TikTok e lyp ndoshta me pas kontent, çdo ditë me pas diçka ndoshta risi, çdo ditë me provu edhe me prodhu ndoshta gjëra të cilat ndoshta nuk i ke prodhu pak më herët, edhe me qenë kështu pak më në hap me kohën, po them. Edhe mandej i ki edhe obligimet e tjera duke qenë nën e dy fëmijëve. Fix mu TikTok-ët e den është san që lyp çdo ditë. Çdo ditë, një ditë mos me postu, automatikisht kur të postojsh kime konë ashtë në zero, apo deri t'janes shmu këthy. Don ko, është super angazhem, se qysh edhe te jo me dy fmi, edhe dytë jo në vogël, njoni 3 vjetë, tjetëri 1 vjetë, e kanë atë kone vetë, ushqimin, mi pastru, me umer me loja, aktivitetet, krejtë sanet që mi lodhë me ato në ditën që më na flajt bile natën. Normal, është pak ma shtirë, po gjithë monona gjatë javës, janë të dytë në kapsht, tash që 1 muaj i kom qu, edhe monona me shfrytzu qatë kohën e lirë, me umer me vetën, me umer me najsan në shpe, me umer me TikTok, krejtë sanët më mundu mi bo më rana që një 4 orëve që i lonin, ka përse nuk i lo ma shumë. Se po merë malli, ja? Jo, se dhe